Saraj Fest është një nga festivalet më të rëndësishme kulturore në vend që tashmë 15 vite sjell ngjyra, ritëm dhe trashëgimi nga e gjithë bota me zemër të Sarajt. I organizuar nga ansambli Drita e Dervenit, ky festival ndërkombëtar për 3 ditë me radhë bashkon ansamble folklorike nga shumë shtete për të promovuar vallet, këngët dhe traditat e tyre popullore. Ky vit është jubilar. Një kapitull i veçantë që shënon rrugëtimin 15 vjeçar të një festivali që ka fituar zemrat e publikut dhe respektin e të gjithëve. Për të na treguar më shumë rreth këtij rrugëtimi, sfidave, emocioneve dhe risive të këtij edicioni, kemi në studio koordinatorin e festivalit zotëri Jakub Ajetin, si dhe 2 pjesëtar të festivalit, Besirin dhe Alizën. Mirë se erdhët. Për ata që nuk e din se si filloi Saraj Fest, na tregoni para 15 viteve si lindi ideja për të qenë një festival i tillë dhe tani më aq serioz sa që në javën që vjen e festojmë 15 vjetorin dhe mund të themi se është rrit ky fëmijë, kjo foshnjë është rrit dhe është bë 15 vjet për të shkuar në vit të parë në shkollë. Na thoni. Kështu fillimisht para 15 viteve duke pas parasysh se me datë 1 maj e dim krejt që në qendrën rekreative e Saraj mlidhen shumë njerëz. Në atë kohë, domethënë kryesia e Dritës Dervenit e ka pa të arsyeshme që të organizohet diçka, një spektakël për ato njerëzit që mlidhen atje. Edhe ka ndalë në përfundim se duhet organizohet një festival. Mirë po, domethënë festivali ka qenë kombëtar, domethënë duke pas parasysh shoqëni ndryshme brenda vendit, edhe kështu që ka zgjat diku rreth 7 viteve, duke pas parasysh interesimin e madh për një spektakël kështu që organizohet, atëherë e organizuam edhe e pronëm vendim që duhet organizohet një festival ndërkombëtar për t'ju sjell atyve njerëzve diçka më interesant, duke ju sjell grupe të ndryshme. Duke ju sjell grupe të ndryshme, domethënë shtete të ndryshme, duke ardhur, duke vizituar Sarajin, pikëpari, duke ju dhënë spektakël ose duke tregu tradita të ndryshme atyve njerëzve që vetëm se janë duke u argëtuar aty. Me familje kanë dalë, pse jo mos ta shijojnë edhe ndonjë muzikë. Po patjetër, kështu që mbas 7 viteve festivali merr përmasat e një festivali ndërkombëtar, duke sjell grupe sikur Uzbekistani, duke sjell grupe nga Ukraina e kështu me radhë, në vende të ndryshme, shumë shtete të ndryshme. Ka pas nga Meksika, ka pas nga patjetër, Spanja, nëse nuk jam gabim. Po si ka evoluar gjatë viteve, sepse në fillim jam e bindur se nuk e keni besuar se do arrit deri këto. Askush, jemi skeptik në fillim. Ta bëjmë një herë, ta shohim se si do del. Po pastaj me kalimin e kohës ndoshta interesimi edhe i masës si atyre të cilët normalisht vinë dhe vizitojnë këtë festival dhe dëshirojnë të jenë pjesë e festivalit, ka ndryshuar dhe është rritur dëshira. Si është evoluimi? Kështu, domethënë në fillim nuk e ceka se që festivali ka qenë vetëm një ditë. Duke pa interesimin e madh të njerëzve, u detyruam festivali të zgjatet plus edhe një ditë, domethënë 2 ditë. Mirë, po kështu interesimi ishte edhe shumë më i madh. Ne tash si vjet këto ditë kremtojmë edhe 15 vjetorin, si vjet e kemi bë 3 ditë, po plus kemi edhe 4 shoqëni që vinë edhe nga jashtë. Kështu që si vjet si pjesëmarrës do jenë, domethënë një grup nga Bursa e Turqisë, kemi Ukrainën, duke pas parasysh se situatën atje, kemi Kiprën Veriore dhe një grup nga Slovakia. Gjithashtu kemi nga Kosova edhe shoqëni nga Shkupi edhe të tjerë. Nga Kosova, nga Shqipëria nuk i llogarisim se jemi një. Jo, po si pjesëmarrës. Disi sikur një shpirt, një atmosferë, një ngjyrë, më duket se të gjithë fiks jemi një. Aliza, zemër ti je edhe një nga vajzat që je më aktive gjatë organizimit të festivalit, merresh edhe me trupat e ndryshëm të ansambleve që vinë. Më thuaj se sa është e vështirë për ty 3 ditë, se jam e bindur ata vinë edhe më herët se fillimi i festivalit, dhe ti ajo që mundohesh çdo dëshirë, çdo kërkesë të tyre ta plotësojsh. Sa është e vështirë për ty të jesh në krye të detyres të një ansambli të caktuar? Gati se që jam bë disa vjetë që i bajna qëto sejne, edhe jam mësumë, nuk më duket diçka e re. Ama shumë qef më marrë që më dhe me grupe të reja, sidomos me grupe të jashtit, me këshirë dhe kulturën atën, me valtar të ri më marrë me shoqëni tjera. Është pak vështirë, normal, se edhe 3 ditë, edhe dush më marrë non stop edhe me ato, edhe me obligimet që ka i kena në aknejna. Ama
Jemi mësu. Ndroni tradita, ndroni ide, ndroni mënyra të menduarit se si është që për shembull e flasim Ukrainën, hipotetikisht më erdhi në kokë Ukraina, të tregojnë ata diçka për ushqimet e tyre tradicionale, kërkojnë diçka nga ne, cilat janë vendet tona më interesante. Kanë kërkesa specifike që i bëjnë ndaj Po, jush? shpesh ka njerë vinë, lypen, të nashim u shka kap diçka, ose mi propozona diçka të nga, si për ushqim, si për vejnë, për si sejnë. Mundome me bashkëpunu, pak edhe na me ideja tona dhe me ato patendra. Besir, pashtu edhe ti e një ndër personat kyç të cilët janë të angazhuar me u marrë me trupat e ansambleve të ndryshme. Sa është e vështirë për ty të merresh me këtë, ti dërgojsh nga, sepse u bëni edhe sfilat para se të fillon festivali, ju e bëni një sfilat, ti merrni nga, vënohet dikush, nuk vënohet dikush, një femrës i mungon kjo. Neve femrat njihemi se jemi pak më problematike, na mungon buskuqi, na mungon parfumi, na mungon kjo e flokove, sa është e vështirë? Ndoshta ka qenë pak e vështirë, por tani e tutja nuk është. E ke marrë tani mos si një obligim dhe e ti në përmendesh ndoshta punën të themi? E ka marrë si obligim dhe e di që e krej punën dhe kryet. Deri në fund. Desha t'inkuadrojmë këto për shkak se duke pas parasysh përvojën që ne udhtojmë gjatë kohën për festivale, sigurisht që kjo ndodh edhe të natë kemi kërkesat ndryshme. Edhe nga ajo përvojë, sigurisht që edhe këto e kanë kuptu si vetë që momentin që vjen dikush misafir duhet përkushtuar maksimalisht. Edhe janë në dispozicion, jo vetëm Besiri edhe Aliza, po janë në dispozicion gjithë valltarët, kështu që nuk e kemi as pak problem, do me thonë jemi të përkushtuar 3 ditë radhazi në dispozicion që ato çka të kërkojnë neve kemi të gatshëm. 3 ditë radhazi e përmende Zotri Jakub, më thuaj se kush qëndron mbas institucionalisht apo nga vetë dëshira për të mbështetur këtë festival, sepse për të rehatuar gjithë ato trupa të cilat vinë nuk është edhe e lehtë. Më thoni se si është mbështetja e festivalit ndër vite, po edhe këtë vit? Shumë herë kemi cek për shkak se për me organizu një festival sigurisht që duhet edhe mjetit sigurohen para kohës. Duhet kthejmë pak ma herët për shkak se duke pas parasysh se festivali ishte festival jubilare edhe si koordinator pak ma herët filloj organizimi. Kryum një aplikacion duke pas parasysh që grupet aplikojnë edhe në këtë drejtim ishte interesimi shumë i madh. Që do në thot mbi 20 grupe kishin interesim për me morë pjesë e festivalit tonë, që t'jenë pjesë e festivalit tonë. Mirë po, duke pas parasysh se jemi të kufizum me mjete financiare, ne ishim detyrum që të bëjmë përzgjedhjen vetëm të disa grupeve, për shkak se harxhimet janë edhe të jetë më loja për me i prit. Juve edhe i bëni shëtitje në përvendet më të rekreative të bukura të... Sigurisht që grupet në bas datës 1 maj, që është ditë pak ma e ngarkume për grupet të misafire, ne kemi planifiku që datën 2 dhe 3 maj, grupet misafire, ato nga jashtë edhe ato që janë, do kenë mi organizim. Shofim tashin nuk kemi vendos sakt se ku, po sigurisht do jetë matka, do jetë qarshia ose vendet ndryshme ku ju propozojmë që grupet aty ku e kanë pa të arsyeshme, aty edhe do të shkojmë ne. Pa, që të argëtohen. Sigurisht. Çfarë programi do të zhvillohet për gjatë këtyre 4 viteve, 3 ditëve? Në këto 3 ditë do jenë ansamblet e njëjta apo do ketë... Për gjatë 3 ditëve do defilojnë grupet ndryshme. Për vetëm atyre që janë misafir, do kemi grupe nga Shqipëria, që e cilën pak më herët Kosova, po do jenë të ditë ndryshme. Kështu që kështu që ditën e parë, përmendëm do jetë Qendra Rekreative Saraj, data 2 maj dhe 3 maj do jetë Sheshi Saboletini Samaj. Më thoni me cilën valle ju do performoni? Do të përfunoj me vallën e Vallja e Bashkimit Trojeve. Ju duheshte shumë kohë e gjatë për ta... Koreograf? Nuk po e pisa pak se e di që koreograf është Jakupi. Sa është i shtirë Jakupi? Si koreograf? Aspak. Aspak? Aspak. Ne e banë shumë të lejtë punën, kur do me mësu na i vallet të lejtë, sidomos është shumë koreograf mirë. E keni të vështirë të mësoni vallet të reja? Ne nga larkë që ju shofim, mendojmë se është shumë e vështirë të mësojmë një valle, që nuk kemi aberin me valle, mendojmë se është shumë e vështirë të mësojt një valle, të mbajt në mënë, gjdo lëvizje, mos të ika zgjë. E keni të vështirë?
Valja dhe më konë e rëndë, koreografi në e banë shumë të lejtë. Po, a? Të në e shpjegu shumë në mënyrën më të lejtë mundshme. Atë që janë pregadit që nuk e kanë as pak problem. Tash me qenë se jemi në këto detajet e fundit të festivalit, ne jemi detyruar edhe të kryjmë provat, po edhe mirë jemi me festivalin. Mirë po, Goxha e ngjeshur. është e ngjeshur edhe nuk përveç që ekziston ai presionet e unë që grupit që t'i përgatitëm, grupet tjera, organizimi kështu, po ja dalim. Domethënë fund edhe si shpërblim fund ose kanë ndaj festival dikun ose ndaj organizim pak për relaks, jo për tjetër. Çfarë sfida keni përballoni ju si organizator si të këtij festivali, sepse gjitha këto gjëra vetëm që i përmendet janë ngarkesa në kokë. E jo më që të gjitha të kalojnë nëpër mendjen tënde, ti jesh i obliguar që ti t'jesh një ndër personat kyç të cilët do merren me gjëra kaq të rëndësishme. Duke pas parasysh sebeb që festivali si festival përveç asaj ka drejtorin e festivalit dhe ka këshillin artistik, do me thonë jemi kogja një grup e madhe, duke pas parasysh se momentin që vend fillon edhe organizimi i festivalit, gjithë ato bashkëpunëtorë të festivalit, gjithë drejtori dan punë se Jakupi koordinator, ai tjetri ka për detyrë i ndajmë punë. Radhazi edhe kështu që nuk ndjehet ajo lodhja fort tek ne. Si ndikon festivali në promovimin e Sarajit? Keni vërejt ndonjë ndikim deri më tani se janë më shumë po? Është thonë çdo herë që Sarajit i nevojitet një festival kështu, i nevojitet një festival edhe më i madh. Domethënë në kuadër të festivalit Saraj Fest e të përmendem edhe pak më herët momentin që te ne ka fondacion pak më të madh, domethënë ne jemi të obliguar me pru edhe shoqëni më tepër pak. Po tash për momentin këto janë mundësitë edhe do shkojmë deri në atë moment që janë kushtet kështu. A ka plane për të zhvilluar këtë festival në formate tjera, për shembull të shkoni ju në vende tjera dhe ta promovoni Maqedoninë aty, jo në festivale që jeni ju të ftuar, për shembull ta bëni si me punëtori, me seminare ku edhe trupat që do vinë nga shtete tjera ti mësoni diçka për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, për traditat tona, ushqimet tona, veshjet tona, diçka. Po, është e parapame. Këtë vit jo, po vitet që do vinë në vazhdim, është e parapame që ndodhë diçka e tillë. Për shkak se ne ishim vitin e kaluar ishim në festival në Antalya, edhe më pëlqej ajo organizimi sepse që këtë rrethin, domethënë këtë ato të ftuar që ishin në vendeve të ndryshme, secili grup tregon traditën e vet. Ne ishim detyruar të tregojmë një traditë tonën darsmave të pjesës së Dervenit. Edhe po ta shihni interesimi i madh i atij organizimi do habitini. E demonstruat? E demonstruam pjesën, domethënë nga fillimi deri mbarimi, ardhja e kryshve, marrja e nusës, e kështu organizimi. Me valltarët, po. Sa bukur e keni bë? Ishte diçka shumë interesante edhe u mirëprit shumë nga i publik. Përveç vallëve që i kishim që planifikuar. Për të performuar. Ajo ishte për momentin, domethënë organizatori kërkon diçka spontane. Edhe isha i mendimit që ato pjesëmarrës kanë nevojë me pa një traditë tonë. Le ta dinë se si është pa. Kur shkoni kështu në festivale në vende të ndryshme, keni pasur sigurisht mundësinë. Cili është emocioni? Aty mundoheni që të jepni edhe më shumë maksimumin, sepse normalisht vlerësoheni dhe edhe ne kemi pa në këto festivale një shtet i cili më së shumë t'ia jep maksimumin, mbahet mend. Ndoshta edhe para 2-3 viteve një shtet, themi, atë vit ka qenë për shembull Shqipëria, shteti më i mirë që ka performuar më mirë. E mendoni këtë në kokën tuaj, e futni këtë në kokën tuaj që ju të jeni më të mirët dhe të mbajeni mend vite e vite me radhë në shtetet ku ju performoni, Besir? Kemi pasur rast që nga emocioni kemi dalur nga ritmi. Pastaj mjerët ju. Dhe çfarë bëni në atë situata? Si menaxhoni veten? Mënomi me lidh diqysh, po marr parasysh. Besoj që kur jena në shtete tjera, atë nuk e din bashkë ç'ish është vallja.
Edhe që njëni prej vallëtarëve ke ka humë çfarë. Edhe mundohemi me ndrejt që në qatë moment që mos më vrejt shumë. Nështë ajo vrejt pak, ama shumë jo. Mune koreografi me vrejt ata. Ta shumë varët krejtë rreth festivalit. Ka festival Garus, ka festival Reviale. Këtë më varët si është pjesa... Sarajfest është Revial. Sarajfest është Revial. Tani deri këtë festival është Revial. Viteve të ardhshme do mendojmë dhe shohim se si do jetë puna. Mirë po, para se ndërlidhem të ajo, unë zakonisht si koreograf i pregadis pak, jo pak si tepër nga ona edhe emocionale, po. Kështu që ndodh, po jo, diçka shumë. Çka ju lën më shumë të mbresa kur shkoni në vende tjera, si ansambël? Traditat, vallet ndryshme, organizimet ndryshme, patjetër, po, shohim gjona shumë interesante që janë dobi edhe personale, po edhe shoqërore. Më thoni për këtë vallen me të cilën do defiloni në këtë festival, sa kohë të duheshti që ti mësësh? Po, jo dhe gjatë kohë, mirë, po ishte pak ma herët e pregaditme, kështu që veç forcohet. Pse për zgjodhet pikërisht këtë vallen? Vjetë kishit një valle. Vjetë ishte valja e Tiranës, si vjetë e ndryshum pak ma patriotike. E bët ma patriotike. Nga Macedonia, nga shqiptarët, ansamblet tona, kush do ke jetë? E kemi ansamblin Emin Doroku edhe Bajram Shabadin nga Kumanova. Nga Kumanova, dhe ata e kishim vitin që lëm pas më duket një festival të tillë. Kemi edhe dy ansamble të Shkupit, po ashtu Macedone. Kemi një ansambl nga Mali i Zi, po kemi një pit prej Tiranës edhe 4 grupet misafir. Edhe nga Kosova? Edhe nga Kosova, po, patjetër. Po, e kemi Kemal Azizin edhe një shoqëri nga Kaçanik. Një agent shumë ngjeshur. Do të thonë, për 3 ditë radhëzi do kalojnë 350 mysafir do defilojnë nëpër rrugët e Sarajit. Të cilët do e bëjnë Sarajin të bukur me ngjyra të ndryshme, me bukuri të ndryshme dhe me natyrë të ndryshme. Me 1 maj, për ata të cilët nuk e din, në sa ora fillon festivali? Festivali do fillon në ora 2:30. Për arsye që atëherë është koha kur të gjithë kanë nevojë për një relaks. Po, kurse 2 dhe 3 maj do fillojë prej ora 19. Nga ora 19 deri në përfundim të festivalit. Më thoni se cilat janë pritshmëritë që i pritni këtë vit, sepse është viti 15 dhe jam e bindur se keni më pritshmëri tjera. Nuk po flas për surpriza, do e lëm surprizat të jenë për aty, se nëse e themi tash nuk është surprizë, po cilat janë pritshmëritë? Pritshmëritë janë sepse që ne zakonisht e shohim e vërim se vit mbas viti vetëm se shtohet numri i pjesëmarrësve. Kështu që kritë mbarët ne i ftojmë të vinë, për cilin do shohin grupet ndryshme, do shohin kulturat ndryshme, veshjet ndryshme, që do defilojnë për 3 ditë radhazi në qendrën e Sarajit. Aliza, diçka për në fund, një mesazh për të gjithë ata mikeshat e tua që po të shohin, të vinë, të ndjekin këto 3 ditë të festivalit? Hajde një valaj krejt kushtë muje se shumë keni me pas që ambos. Beser, më falë? Beser, pse ke emocione? Nuk ka emocione Besiri për shkak se... Shtu frigu për ty. Jo, as pak, jo, po për arsye se që deri mbrom ishim vonë, organizimi, presioni, jo presioni ma, mirë po presioni e bandë vetën. Presioni pozitiv, ke dim që... Për shkak se jemi të përkushtuar gjithë, po angazhimi i tepër, jemi të përkushtuar gjithë që na... Kur pretendohet të vinë trupat? Disa grupe do vinë me datë 30, kurse disa grupe do vinë me datë 1 maj në mëngjes, edhe do filloje. Shpresoj mos të ketë vonesa, shpresoj gjithçka të shkon ashtu siç duhet. Deri në detajet e fundit gjithçka është e rregulluar me kohë. Organizuar. Unë ju uroj shumë suksese me 1, 2, 3 maj, do jemi aty bashkë, do shoqërohemi, do kalojmë me kohë shumë të bukur dhe shpresoj se prapë gjithmonë ansambli do jetë më i miri që do performon më së miri. Patjetër, faleminderit edhe juve për mundësinë që na i dha të tregojmë njerëzve se organizohet një festival i tillë. Padyshim, përderisa promovojnë vlerat tona, gjithçka është e mirëseardhur në shtëpinë tonë mediatike. Miq të dashur, ne këtu do shkëputemi me një pikë të shkurtër muzikore derisa të rikthehemi pastaj në studio ku do jetë pjesa e mysafirit të dytë ku do e trajton temën kolegja ime Rehane Metaj.